Mirë mbrëma të gjithëve. Rama. Mirë mbrëma kefsere. Mirë se keni ardhur sonte në një Zoom të mrekullueshëm. Atëherë unë du mi prezentu sonte menaxherën tonë, menaxherën e parë, Kefsera Asipin, e Forever Living, e cila është nga Shkupi dhe është antare e I Empower, edhe menaxherja jonë e mrekullueshme që na dha hapat e parë gjithë grupit ton, që kemi fillu pas mimozës, e cila gjithmonë na u ka përkushtu, e cila gjithmonë ka qenë e gatshme për ne, e cila gjithmonë na ka mbështet dhe na ka sqaru se cilin detaj të kësaj kompanie të mrekullueshme dhe gjithë diturinë e saj, pa hezitim, me gjithë dashurinë, e ka shpërndohë me neve me kënaqësinë më të madhe. Kështu që mirë mbroma e dashura ime kefsire, edhe sonte të mirë presim të na sqarosh ashtu si din ti vetë, sepse ti je veterane në këtë kompani, edhe je me këto produkte shumë vite. Sonte kefsiri ka me na shtjellu temën shëndetin e zemrës, energjia përditshme, ashtu si që ka kjo zemrën të mrekullueshme dhe të mirë. Ka me na sqaru edhe për suplimentet dhe mënyrën si ta mbajmë zemrën më të shëndetshme dhe trupin ton me energji. Kefser, fjala është e jotja, faleminderit shumë. Faleminderit e uta, faleminderit për këtë fjalë, faleminderit për shëndetje gjithë grupit, për shëndetje mirë se na keni ardhur sonte në këtë Zoom, sikur e ceku edhe te uta i mrekullueshëm, besoj se do të jetë energjinë e kemi ne të gjithë ne që jemi na Empower, energjia jonë është aty kur hapet Zoomi i Mimoza tha që dihet se energjia është gjitha e Mimozas aty që ajo na i përçonte neve. Përshëndetje edhe një herë, unë jam Kefsera Asipi, menaxhere e kompanisë Forever Living. Sonte do të flasim për shëndetin e zemrës, ta mbrojmë shëndetin e zemrës në mënyrë natyrale dhe si të kemi energjinë e përditshme, si të energjia jonë që na duhet për çdo ditë ne e dim se si cili person ne këtu si shëndetin gjithë një e kemi lënë anësh. Unë flas pinga vetja para se me u fut në këtë kompani, shëndetin sikur e kishim lënë me një anë. Mundoheshim në gjithë punë tjera t'i arrim, t'i mrim, po shëndetin hajtë se bohet, hajtë se shnosh, edhe kjo ishte një që më bëri të reflektoj me veten, dhe kur u njoftova me këto produkte të kësaj kompanie, e cila është një kompani e themeluar në vitin 1900, Forever Living, e themeluar në vitin 1978 në SBA të Amerikës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Rex Morgan, me vizion që të sjellë shëndetin dhe mirëqenien plus liri financiare për gjithë njerëzimin. Shumë mirë e ka perceptu këtë kompani dhe na i ka dhënë neve shumë të gatshme, se e ka nda me njerëzit, jo vetëm vetë ta kete se kjo kompani aq ka kapacitet që të bëje reklamat të mëdha, billboardera të mëdhej për këtë kompani, por ai e ka bën që njerëzit ndërmjet vetit ta ndajnë dhe shëndetin ta kemi primare. Kur e kemi shëndetin primare, dihet se gjitha sendet tjera vinë me rënd. Po neve si popull që jemi, ashtu që për gjithë mendojmë për veten, s'mendojmë, kjo na ka mungu shumë. E tash këtu në këtë kompani kemi disa produkte ku e cekëm edhe shëndetin e zemrës dhe energjinë tonë të përditshme. Shëndeti i zemrës është shumë që duhet ta kemi parasysh,
Ku si pika e parë, unë për veten time, asnjëherë nuk i largohem diellit të aloe verës. Teuta, Po keftere, po e shohim zemër. kjo është gjelli i aloe verës, i cili unë për çdo ditë, si kur e kemi kafen, unë e kam gjellin e aloe verës në mëngjes, e përdori, e konsumoj, me një 50 ml, por unë gjithashtu në mëngjes, ja shtoj edhe argjin. Argji është për mua një ndër që ma jep gjithat fuqin brenda ditës, se une jam në lëvizje gjithë ditën dhe kjo ma jep atë fuqin që unë mund të mbroj shëndetin tim plus edhe zemrën. Kjo i pastron edhe ato enët e gjakut. Por aloe vera gjellin është bazë e shëndetit dhe trupit tonë. Pastron sistemin tretës, për patën fjallën për gjellin, ndihmon në përthithjen ushqyese dhe rrit imunitetin, jep energji natyrale gjatë gjithë ditës. Është i pasur me shumë përbërës aktiv që rigjeneron qelizat dhe përmirëson mirëqenien e përgjithshme. Përfitimet kryesore të gjellit aloe verës janë: pastron trupin dhe ndihmon tretjen e ushqimit, rrit energjinë dhe imunitetit, ku e patëm fjalën për energjinë, rrit imunitetin ne e dim se cila smuje që na vjen nga imuniteti i dobët. Posaçërisht tash që është koha e virozave, imunitetin e dobët, kush e gjen me imunitet dobët atë person, atëherë ai person virozën e ka shumë afër. Përmirëson lëkurën dhe rigjeneron qelizat. Kur e kemi fjalën edhe të lëkura, unë fillimet e para kur konsumova gjellin e aloe verës, e vresha vetë në trupin tim se lëkura sikur më vinte e butë. Tësha unë nuk mund t'jete aq e efikase sa nuk isha e njoftume për këto produkte. Po kur u njoftua dhe trupi im me këto produkte, unë e pash që rigjenerimi i lëkurës ishte edhe prej gjellit aloe verës, se ki bën pastrimin, detoksifikon trupin dhe të gjitha ato toksinat e këqija që janë brenda në trup, ki pastron. Mandej vjen edhe produkti argji, që e patëm fjallën të argji. Argji është argji plus, produkt për energjinë dhe qarkullimin e shëndetit të gjakut. Përmban plus L-argininën, një aminoacid që ndihmon trupin të prodhoj oksid nitrik, për zgjerimin e enëve të gjakut, për qarkullim më të mirë, rrit performancën fizike, përmirëson qëndrueshmërinë dhe forcon sistemin kardiovaskular. Gjithë e dim se sistemi kardiovaskular të diabetikët, të ato njerëzit që e kanë me yndyrën, ato kanë probleme shumë me enë të gjakut. Po, kjo argji plus, i cili rrit energjinë dhe qëndrueshmërinë, përmirëson qarkullimin e gjakut dhe mbështet shëndetin e zemrës. Plus që e ka dhe L-argininën, L-arginina në trupin në enët e gjakut luan rol shumë të madh. Se enët e gjakut bëhen më elastike. Kur gjithë produkte tjera, flasin për medikamentet mjekësore, pastrojnë, po i bëjnë të forta. A këto i bëjnë më elastike dhe këtu që qarkullimi i gjakut është më i lehtë. Unë çka kam ndjekur në përmjet zoomeve që mbam ne në zoomet ma herët, se jam 9 vjet në këtë kompani, gjithnjë e kam menduar se vetëm ta pastrojsh enët e gjakut edhe u kry. Jo, to i bën edhe më elastike që mos pëlsasin, sa ajo kur pëlset, ena e gjakut shkon në tru, shkon në shumë
në zemër dhe dëmton shumë organizmin e njeriut. Kemi edhe produktin e Forever Arctic Sea, e cilën ne të gjithë e dim si omega. Forever Arctic Sea kombinuar me vaj peshku, me cilësi të lartë dhe vaj limoni për të mbështetur shëndetin e zemrës, trurit dhe syve. Omega 3 ndihmon në uljen e kolesterolit të keq, përmirëson kujtesën, ndihmon në ekuilibrin e trupit. Përfitimet kryesore të omegës Arctic Sea për zemër dhe tru të shëndetshëm, të cilat edhe kjo kryen atë funksionin e pastrimit të enëve të gjakut, ul kolesterolin e keq, përmirëson përqëndrimin dhe kujtesën. Këto produkte jepen prej fëmijës bebe, unë shoh disa nana që japin fëmijëve edhe ato i thon omega, po i marrin prej farmacive, por kjo omega është edhe për fëmijët prej fëmijët si bebe, për ta forcu kocin, për shëndetin e zemrës edhe të trunit fëmijës dhe për zhvillimin e shkëlqyshëm për të fëmijët e vegjël deri te mosha madhore, deri ne themi prej 1 vjet deri 100 vjet mund ta përdorin këtë produkt. Kështu që ky produkt është një ndër produktet më të kërkuara në këtë kompani. Dhe gjelli i aloes. Kemi edhe shumë produkte tjera. Këtu në këtë kompani është një gamë e gjerë produktes, sa që të nisim të flasim, nuk mund t'i dalim me që themi ne s'mund nuk na premton koha të flasim për këto produkte. Por gjitha këto produkte janë që e ruajnë shëndetin dhe suplimente shtesë. Kur themi suplimente, gjithë e dim se ne në këtë kohën sot ku jetojmë, nuk ka pemë ose perime ose çka konsumojmë, edhe ajrin që e marrim nuk është i pastër aq sa duhet. Por ashtu duhet të kemi ne secilën shtëpi, të kemi secilën familje, të kemi produktet e aloe verës. Unë posaçërisht disa vjet më herët nuk i kisha aq të kapshme gjithë produktet. Kisha vetëm produktet e diabetit, të cilat në fillimet e para të mia të njoftova me produktet e diabetit. Cile burri jem vonte nga diabeti dhe prandaj unë më shumë ato. Po me kohë fillova të përdorja edhe produkte tjera. Unë tash në shtëpinë time posaçërisht për veten time personale përdorje probiotikun. Unë pa probiotik nuk mundem as ta mendoj trupin tim pa probiotik. Tash sidomos në këtë kohën e virozave, kjo është për mua ilaçi numër 1. Që gjithnjëherë e përdori dhe kjo më çon asnjë shëndetin tim, si ta them, kam në nivel numër 1 që themi. Kështu që unë kisha dashur ta bëjmë edhe më të bukur këtë Zoom, në qoftë se kemi pyetje, kisha dash disa pyetje të t'ju përgjigjem. Te u ta kemi ndonjë pyetje? Kepsire, e Po, dashur, jo, për momentin s'ka pytje, po, vetëm ka fjalë të mrekullueshme për ty. Mirë po, faleminderit. nëse më lejon, ta bëjon një pytje. Po, Tani, me qenë se unë jam pak ka shumë, kam dituri nga ona e mjekësisë dhe kam këtë profesion, kisha dash një bashkë bisedim ta bojmë lidhje me orgjin, sepse ti më ke manit kur ma kishë qaru orgjin, s'pari herë, përveç këtyre produkteve tjera. Do me thonë, orgji, si ndikon orgji, ose sa e ruan zemrën, sidomos kur e dim që në kohën ku jetojmë sot, ka shumë, për shembull, ngushtimet e enëve të gjakut përfundojnë në vendosjen e stendave njerëzit dhe edhe shumë smundje tjera të zemrës duke shku edhe deri te infarkti.
Si i mirëmban argji enet e gjakut dhe a e prevenon, do më thonë, një sëmundje të zemrës që dërgon deri te infarkti apo mbyllja e zemrës. Mikrofonin e ke ndalë, zemër. E, Prape ndale. e kemi edhe në foto slidin ku na i dërgoj Alda, edhe njëherë Alda ta shohim slidin e argjit, ku e kemi aty ku është favorit produkt. Favorit produkt, e dim që këtu në këtë kompani ky produkt është favor. Për të gjithë njerëzit që duhet ta kenë dhe ta përdorin. Edhe pse nuk kanë probleme me zemrën, ky produkt i mirëmban enët e gjakut. Formulë perfekte për qarkullimin e shëndetshëm të gjakut dhe energjinë fizike. Përmban plus leargjininën. Leargjinina është ajo që e jep atë efektin që mban enët e gjakut më elastike, i cili i zgjeron enët e gjakut, përmirëson performancën fizike, arrit qëndrueshmërinë dhe forcon sistemin kardiovaskular. Unë në fillimet e para, kur e jap si produkt, gjithnjë ju tham mos e pi edhe ashtu na kanë mësu neve në kompani. Se kur ta marrësh ta konsumosh, jo ta konsumosh se kjo konsumohet me 500 ml ujë, kur këtë e shtjen në botë, ose në shishe 500 ml, e trazon edhe e pin. Po jo ta pish me një herë. Po, me një glëng. Po, me një glënk jo. Po, me glënka, jo me një herë, na eks që i themi, se kjo aq ka efikasitet, aq ka me atë shpejtësinë e vetë që mundet ti enët e gjakut, deri sa kjo ta kryen efektin e vetë, që enët e gjakut ti boj elastike, i duhet ta pije me ngëllka të ngadalshme, ma pak, jo që me një rend. Efikasiteti i argjit është kjo, që për t'i pastru enët e gjakut. Po jo në atë aspektin, mandej unë sot e pi me një gotë, kështu, e pi për me një herë, po unë vetë se i kam të pastru me enët e gjakut. Me parashikimet e mija, si e ndi vetë unë trupin, e di që i kam të pastru me dhe me që sa kom konsumu për argjit. Do me thonë, kefsirë, për të mjau qaru tjerve, do me thonë, përveç që pastrojnë të gjakut edhe nga helmet, edhe nga ato pjesë ma trasha, se bëhet koagullimi i gjakut kur nuk të shqohet oksigen në gjakut, edhe kur nuk ushqehemi shëndetshëm, normalisht kur marrim ushqim yndyrra, bëhen përbërës shumë aty dhe shkaktojnë arteriosklerozën ose ngushtimin e enëve të gjakut, krijon disa mure që e kom mësu unë edhe që e jetoj çdo ditë, do më thonë kjo përveç që i pastron, e bën enën ma elastike edhe bën hollimin, do më thonë nuk e lën gjizjen apo trashjen e gjakut. Edhe rekomandohet që se cili person, përveç personave tjerë të ri që e përdorin edhe për sport, do më thonë që me pas edhe fuqi edhe mi pasient e gjakut ma të fuqishme për me shku qarkullimi gjakut me shku me lehtësi në trupin tonë, rekomandohet që në moshën prej moshës 50 vjeqare ta kenë për diçmëri. Do me thonë sa marim ne këto aspirinat që kanë kush e disa efekte anësore. Argji është perfekt se kryen shumë funksione në një funksion. Do me thonë një paket argji, unë si e di nga mjekësia, përdoret aspirina, përdoren tableta tjera për mbajtjen e enëve të gjakut. Do me thonë me një paket argji i kryen shumë funksione në një funksion. Mikrofonin zemër. Di pse më shihet. Edhe
plus energji fiton. Edhe i pastron të gjakut, edhe energjinë e ke prej argjit. Edhe një e kemi me argjin, ne mburremi me këtë produkt, se këtë produkt e ka shpik nobilisti shqiptar, Ferit Murat, i cili është nga Maqedonia, gostivari i Maqedonisë, ka jetuar në Amerikë dhe ai ka shpikur këtë produkt për ai ka pas personalisht për vllaun e vet e ka shpik dhe mandej kompania jon ka paguajt pa limit këtë nobelistin Ferit, të ndjerin nobelistin Ferit Murati, se veç unë kur kom hyrë në kompani ka qenë gjallë, po i ka 4 vite, 5 tikun që ai ka ndru jetë dhe ka qenë, e ka marrë çmimin Nobel për këtë produkt që e ka shpik. Dhe ne gjithë një mburremi me këtë se ki ka qenë shqiptari që e ka shpik këtë kompani, këtë produktin në këtë kompanin tonë Forever Living që është. Edhe falenderojmë nga zemra. Gjithë falenderojmë dhe jemi krenar me këtë, se gjithë një përmendet se shqiptari që jetojnë në Amerikë, Ferit Murati, cili është nga Maqedonia. Kefsere, kam një pyetje këtu pikrisht për argjin. Po? Albina pyet, a është në formë kapsule apo pluhur dhe çfarë sasie ka në paketim? A mjafton të përdoret vetëm një apo duhet më shumë të përdorim? Do më thonë vetëm një në ditë, mendoj që ka mendu, kështu që... Po, vetëm një në ditë. Vetëm një në ditë. Kjo i ka 30 paketime këtu të paketume në paketim këtu në paketimet e vogla. 30 ditë, për 30 ditë, një muaj shkon. Kështu që për fillimet e para duhet bile 3 muaj rresht ato që kanë problem me kolesterolin, me diabetin, me shtypjen, me ente gjakut, po saqërisht të duhet 3 muaj rregullisht i përdore, mandej po pas kohë mund të ketë një pauzë, po fillimet e para duhet 3 muaj ditë rresht i përdore. Mirë mbrëma Qefsere. Mirë mbrëma Zeynep. Je mrekullueshme dhe me shumë vigjilencë, po dëgjoj se flet dhe na bind shumë se përvoja jote është shumë vjeçare, domethënë edhe një doktoratur për 9 vite e kryen. Une po shfrytëzoj rastin edhe më lexu një pyetje prej Armendit. Atëherë don kam një pyetje. Armendi thot, me cilin suplement është mirë që të kombinohet argji? Kefsere, të falenderojmë për mësimet, Armendi. Argji mund të kombinojmë për energji edhe për shëndetin e zemrës, këto 3 produkte duhet kombinohen. Edhe një pyetje tashmë se u futa. Dhe artiksia. Edhe për diabetin, edhe për kolesterolin, janë këto 3 produkte, edhe për mirëmbajtjen e enëve të gjakut, qarkullimit të zemrës. Po? Megjithatë edhe unë për argjin desha me pyet se sa po e kom porosit para 1 ore, argjin edhe Freedom që ma ke sugjeru ti, artisten, edhe për Freedom tash se për argjin mora përgjigje. Për Freedom desha me të pyet se a duhet me bë një përzierje me ujë dhe sa herë ditë mund ta përdorim edhe benefitet e saj mi thuj se i marrin përgjigjet edhe të tjerë pra me pyetjen tëme dhe të falenderoj shumë Kefsere. Faleminderit. Tu Zeynep, Freedomi është për eshnat më shumë për ata eshnat se Freedomin i themi neve, unë kur kam dëgju në për prezentimet, se unë kam dëgju prezentimet e para u bëfshin në kompani prej Maqedoneve, ato thëshin se vaj i trupit është Freedomi, i kockave është Freedomi. Sikur se cila vetur që i duhet vaj, pa vaj vetura blokon, edhe trupi jon pa Freedomin, e shohëm ne të shumë njerëzit që kanë probleme shumë me kockat, me eshnat, me atë vajnë mrenda, ajo, hajde thuja të uta ti me medicinë, ajo
Yndyrën dhe yndyrën e ishtrave, do më thonë. Yndyrën e ishtrave. E ajo e atë e ushqim. Yndyra e kocit, po. Dhe çfarë sasie duhet me përdor atë? Njëjtë sikur e konsumon gjellin e alloes, 50 ml mëngjes, edhe njëjtë edhe ajo konsumohet me 50 ml. Po deshte mundesh ta konsumosh edhe me ujë. Po më e mira është ta pish ashtu të pastër edhe 50 ml në mbrëmje. Faleminderit shumë. Edhe me atë mundesh ta kombinojsh njëjtë omegën, unë e përdor kalciumin për mirëmbajtjen e kockave, edhe kalciumi është një ndër ato. Po gjitha kanë, po këto të trijat, edhe muvin e kena, ne këtu në Maqedoni nuk kena, edhe aktiv ha. Edhe aktiv haja është e mirë për mirëmbajtjen e kockave. Faleminderit shumë Kevsera. Faleminderit edhe për juve. Unë desha të marrë pyetje Alaçi, dikush që ka të bëjë pyetje mund të jap përgjigje, kështu që ma mirë e bëjmë ma interesant me pyetje, përgjigje. Personalisht kisha dashur me ditë ato fillimet e tua kur u antarësove në Forever, sa i kishe të vështira se për shembull nuk ke qenë as e antarësume në Empire si sot na që jemi një grup edhe që udhëhiqem prej Mimozës edhe kemi mësimet e zhvillimit personal edhe për biznes, edhe moj me thonë se jeni grua shumë e fortë, tu e pas parasysh tash na që i kemi gjitha përballë, po ndonjëherë mendja na manipulon, frikrat e këto, si a dole ti qëndrosh edhe të rritesh kaq bukur edhe të jesh sot një menaxhere kaq e suksesshme. Shumë faleminderit, shumë pyetje me vend Zeynep. Rrugtimi im ka qenë shumë i vështirë. Ka qenë shumë i vështirë, me shumë sfida, me shumë sakrifica që kom bërë une. Kur jam fut në I Empower, atëherë une kom ndjetë knatësinë edhe të Forever Living, edhe të kësaj kompanije. Kështu që rrugtimi im është shumë i zorshëm, se unë kisha menaxheren time e kisha Maqedone. Kështu që si cilën javë, tente për tente, neve mbashim flasim para Covidit, mbashim prezantime në kompani. Isha e vetmja shqiptare që shkojsha ndëgjojsha prezantime. Po kur shifsha unë ato gra, dhe ato persona, ato distributor, që them, si kur ne që jemi, nuk ishte atër zumë prezantime. I shifsha gjitha ato gra, gjitha ato të sukseshme, të shaune. Po këto asë një nuk është që ishin gjitha të edukume, gjitha ishin me shkollat larta, gjitha ishin me fakultete, edhe me shumë knatësie prezentojshin produktin, me shumë knatësie prezentojshin kompanin, me bindje shumë të madhe flisishin për pse cilin produkt. Pse cili produkt ishte për ato si kur nuk dishin se sa fjalë të mira, sa fjalë se si e përshkryshin atë, e kështu që unë vendosa që asë njëherë mos dorëzohem. Edhe pse kom pas shumë sfida, kom pas shumë sakrifica deri sa kom arrit edhe si menaxhere edhe mbas asaj. Po tash kur jam këtu me juve, me I Empower, për mu Forever është çka që me të vërtet më duket ma e lehtë se sa kom qenë ma herët, se isha shumë nuk i kisha ma të rrethat grup si kur jemi ne këtu sot. Për atë dhe ju them unë gjithë njerëzve kur më flas për Forever, për tu antarësu, thëmë, ju keni fatin se kemi ne Mimozën këtu që na udhëheq, se cilin ditë kemi motivime, fjalë motivuse,
njerëzit shumë të afër, njerëzit që shumë e duan kompani, njerëzit që me të vërtet ja vlen këtu ku jemi ne sot, duhet jenë gjithë këto që jemi këtu sa jemi 100 e sa persona antar, duhet jemi shumë të lumtur që jemi në krejt bashkë. Faleminderit shumë Kevser dhe vërtet je për lakmi edhe je një shembull i një gruaje të fuqishme, të guximshme që i ka përcy çdo frikë edhe çdo gur e ke bë për ndërtimin e kalas, se po e marr me mend se ndoshta edhe si e kanë përdorur se e mirë rrjetet sociale si krejt që jemi kanë fillimet tona, edhe gjithçka dufti me mund tonin edhe po e kam parasysh se e ke pas vështirë, por bravo, të lumt. Dhe ne me të vërtetë unë e kam pas shumë të vështirë, kam pas vështirë dhe prezantimet se shumë mirë e dini ju që jemi në këtu në skuadër, se unë 1-1 flas shumë mirë, po kur vjen puna në prezantime kështu në sidomos në Zoom, sikur e kam atë pak atë tremën, edhe pse shumë di për këtë kompani dhe shumë sende kam brenda vetes, po nduhet të qes jashtë, nduhet për atë dhe ju tham, ju kisha lut më bëni pyetje se përgjigjeve di shumë mirë që përgjigjem, edhe gjithnjë ju them edhe antareve se kur e du të antarsoj dikand ose du t'ja përshkruaj kompaninë, më thonë po si do ta shesim, si do i bëjmë, si do t'ja u prezantojmë. Tham asnjëherë mos keni frikë, se vetë produkti fol brenda jush. Edhe kështu që për produkte ditë flas për ato që kemi pas edhe shumë përvoja, edhe shumë njerëzit që i përdorin dhe i konsumojnë, ata flasin vetë pa problem. Sa ditë e ke bo marketingun edhe kështu, jo online, ma tepër e ke proklamu, e ke plasu në treg. Po, unë marketingun online shumë pak mirem, unë marketingun ma shumë e kam që i themi ne 1-1, unë ma shumë kam prezentime me personin direkt se sa mund të flasë në telefon ose mund të në përmjet rrjeteve sociale. Unë shumicën e prezentimeve e kam direkt, edhe pse kam një biznis timin ku aty jam gjithë ditën e lumeve, kështu që secili njeri që vjen, unë edhe kompaninë forever aty e prezentoj. Po shfrytëzoj rastin të bëj do pyetje, Angelina Qoka e ka pyet, artistësia po e përdor të fëmijët bashkë me kids, sa kokra artistësia në ditë lejohet të fëmijët? Më mbaret pi moshës, nëse fëmia është i vogël, se për bebet e vogla, ku e ceka edhe më herët, kjo është artistësia është e dimne se omega është e butë, edhe mundet këtë kokrën e omegës ta shpojsh me gjithfar ose me edhe ta shtrydhesh në lugë edhe t'ja hapësh këtu bebes vogël. Këtu më duket ishte 8 vjetë fëmiju, mundet disa fëmij, mundet edhe t'ja hapësh këtu ta gëlltitin. Po të disa që kanë problem me të gëlltitmen, mundesh edhe ta shpojsh me një gjilpar, edhe ta shtish në lugë, t'ja hapësh. Një herë në mëngjes një dhe në mbrëmjet një. Po mas shumë ti e preferoj mas bukës, se të disa jo të gjithë organizmat, të disa kam hasë në të disa klientë që më kanë thonë kam pas problem me luktin, po jo që e ka problem me luktin prej kësaj pjesës që e ka si liku, si levore, si ti them, si gum, po vetë psiqika e njeriu, se kjo asnjëherë, kjo shkrihet me njëherë, automatikisht kur ta shtish në ujë, kjo shkrihet. Albina Bajrami pyet, po për problemet me venat, varikoz, do më thonë variqet, a ndihmon argji? Po, argji është një ndër që japën për problemet me venën, me mësëmën kremin që për të, se ka edhe krem që të nxeft, po të venët duhet ai kremi i ftoftë, mësëmë krema. Armen Bajrami pyet, për sheqerin cilin produkt e ke përdor për burrin tënd? Këto 3 produkte.
Diellin, omegën edhe argjin. Rregullisht. Rregullisht në shtëpinë time janë këto 3 produkte që i përdor. Edhe mos harrën vitaminin C, ja dhe atë kam këtu. Vitaminin C, edhe këtë se këtë pas kam harru ta marrë, për shiqerin është edhe kjo, se ne e dim se lukthi shumica e njerëzve që i përdorin medikamente, e përdorin edhe vitaminin C. Edhe kjo vitamini C është shumë e mirë, se burri i merr 5 miligram një glik edhe glukofazhin 100 më duket. A është absorbent C, është kjo? Po, absorbent C. Po. A mbahet kjo si bombon në gojë? Po, kjo është si bombon. Këtë mund është ta mbas si bombon. Po, e kam edhe në këto çdo ditë për i përdor. Po. Edhe vitamini C është edhe për ato që kanë problemin me gjakun e dobët. Vitamini C, ato që nuk kanë fuqi, edhe vitaminin C e përdorin shumë. Unë shumë... Po? Arlinda Matoshi pyet. Cilat suplemente janë efektive për dhimbje të gjunjëve? Faleminderit. Kalciumin. Unë e përdori se dhe unë kam pas problem me gjunjë. Kalciumin asnjëherë nuk e la. Kalciumin, omegën, edhe fridomin që e cekëm më herët, me aktiv H. Gjithnjë, secila terapi që e japim neve pa gjell, nuk e japim asnjëherë. Gjelli i aloes, ose i fridomit që është për kocka, kjo është për enë të gjakut, për gjitha që e cekëm, për kolesterolin e keq, për diabetin, për shumë sende, paket asnjëherë. Për tiroiden, po, edhe për tiroiden. Për tiroiden, unë tash kam dhënë një i treti muj është që e merr një kliente e imja për tiroiden, ajo është shumë e kënaqur. Kishte pas tiroiden 8, prej 8 i kishte zbrit në 3, se ka hipertiroide dhe hopotiroide. Edhe tash ta dim se për cilën tiroide, a është për hopo apo për hiper. Këtë shumë mire e sqaron edhe Teuta këtë punën e tiroides, se ka pas klient që më ka pyet Teuta, dhe ka pas klient që kanë qenë shumë të kënaqur Teuta ka rezultat për tiroiden. Teuta? Po, këtu jam kefsire. Atëherë për gjithë ata që nuk e din, hipotiroide është ulja e nivelit të gjandrës tiroide, do të thonë ulja funksionit gjandrës tiroide, ndërsa hipertiroide është rritja, do të thonë më shumë se që duhet, rritja e funksionit gjandrës tiroide. Edhe kështu që duhet dim para se t'i rekomandojmë një klienti se nga cila, do të thonë, vuan apo a ka hipertiroide apo hipotiroide, sepse janë produkte që i ka të ndryshme kefsirja ose kompania që i rekomandon, janë disa kombinime të ndryshme. Për shembull, me hipo duhet të ketë më shumë nivelet jodit, të magnesit. Natyremin duhet të Po, edhe të kenë këto natural mini është të hipo, ndërsa të hiper janë këto produktet edhe me gjel për ajo green, si quhet ajo se ti i din më mirë. Forever Green edhe liciumi është. Po, edhe liciumi. Do më thonë e qetëson paka shumë e një farfur me liciumi, funksionin e gjandrës tiroide, sepse ajo merr hov nga njerë dhe punon më shumë se ç'duhet. Ndërsa liciumi është si qetësues, do më thonë që ajo të funksionoj. Antioksidant është liciumi. Po, edhe do më thonë na këtu sonte flasim gjuhën që ta merr vesh se cili person pavarësisht a e kupton ose a ka lidhje me mjekësi apo nuk ka lidhje, se për ndryshe me fol në terma shkencor, se i po është disa komente këtu që na shkruanin në terma shkencor, edhe na jemi këtu për m'ja sqaru njerëzve sa ma thjesht që ta kuptojnë
se në terma shkencor, ai person i cili nuk e din, do më thonë, shka do të thot yndyra si quhet, apo si quhet yndyra në mes gjurit, nuk është me rëndësi, sepse ka person që nuk e din, edhe kështu që me rëndësi ti themi yndyren e kyçeve edhe ta kuptojnë ma letë ata njerëz të cilët kanë nevojë, sepse për lëngun sinovial e mësojmë në për shkolla dhe ja usqarojmë atyne personave të cilët kanë lidhje me mjekësi, me rëndësi është që t'jetë ma kuptueshme për gjithë, apo jo të flasim në gjuhën që na të kuptojnë gjithë pjesëmarrësit në Zoom. A pajtohesh Kevsere? Po, plotësisht e uta unë gjithë një kur flas shumicën e rasteve kur burri më dëgjon të fol në telefon me klient ose me çim pyetjen ose me antare që duan si i kanë fillestare, dhe shpesh herë më thotë të grua mos e merr rolin e doktorit, se duhet të kesh kujdese kur flet. Po tham shife unë për sa kam dëgju, për sa kam marrë rezultate për njerëzve ku kanë shkuar i kanë bërë dhe kontrolla në basi kanë përdor produktet, edhe më kanë pru rezultate shumë që më kanë mahnit, më kanë habit edhe mu me atë rezultat që kanë qenë shumë të kënaqura, dhe unë për ato dhe flas se kjo kompani, jo se unë e kam shpik ose unë i kam prodhu këto produkte, po këto produkte janë të licencume, këto produkte janë e ma e mira e të mirës këtyne produkte se nuk kanë efekte anësore. Edhe për ato ne kur i japim edhe kur ja u ofrojmë klienteve, asnjëherë unë nuk kam frikë se mund të ketë efekt anësor, se e dim që vetë kompania i ka sigurume, i ka të licencume këto produkte. Edhe që thahet që për ato terma shkencore ne e dim, po ne me gjuhën më të thjesht që e përdorim, se me të vërtet edhe besoj që edhe e kuptojnë gjithë njerëzit. Na e dim që adekuat medicinën nuk e kemi për ato, edhe une shpesh që në këtu në këtë Zoomin sonde të thras edhe ty që t'ja usqarojsh edhe në atë mënyrën e medicinës ku 30 vite punon si motër kryesore dhe i din ata tema medicinës. Po, urna? Leonora, Po, Leonora. lejo vetëm një dy fjalë kyçe me dhe unë, se nuk po mund mos me do këtë dëshmi, e pora po du me të thonë që ta du të adhuroj këtë mënyrën tonë, qysh flet edhe qysh i prezanton produktet, spori nga eksperjenca jote personale, mandej edhe nga dëshmitë e shumë klientave to që i ki, edhe nuk ngopna asnjëherë të ndëgju. Faleminderit Leonora. E Kevser, unë veç deshta me do, pora deshta me munol të kjo pika që folëm për tiroiden, dhe me thonë edhe unë jam me tiroide hipo, edhe bile jam me Hashimoto, që është një, dhe me thonë një term shumë ma i posaçëm për këtë llojin e tiroides teme. Tash me produktet Forever jam të menaxhu super mirë, me të vërtet as një arsni, as lodhi, as s'kam pengesa, se kush ka tiroide e den shumë mirë, dhe me thonë ka pengesa edhe në lophthe, në barke, në trej. Tjetra është që doshta që nuk mujta mos me ndo, dhe me thonë, para 2 ove, porositi një laborante, ajo jeton Perisa, e ka laboratorin e vetë, edhe mor këtë si nëndshëm për do pse. Edhe se a filloj me përdor, më thiri, tha, unë e tha, nuk jam mirë, nuk di, tha, po kam pengesa në frymërje, edhe, dhe me thonë, ka ardha e fjolla jote, në men, kur ke thonë që janë edhe detektus. Po. Edhe thash prit se nëse tu ka lajmëru ndonjë problem, atëherë ti du të kesh një problem edhe nuk i ke ditë që e ki. Po tu ka shfaq tash, do me thonë që ja ke fillu mi përdor këto produkte.
Thash ti e ki laboratorin të bëni analizat edhe shefe. Edhe në fund dul që me të vërteta e kish pas një, dhe me thonë, një ven të zemrës, 30%, po, shumë më ka ardhur interesant, 30% bllokume. Dhe me thonë, ron këto, këtë, cinon që ra dhe ajo e zbuloj ato. Unë i thash, mi ndërprej për kohën derisa ta zbulon çfarë ka dhe mandej shofëm çfarë pi sugjeron edhe mjeku, me sugjerim të mjeku ta shkoj domethënë i kryti kontrollat e zbuloj çfarë ka edhe mandej e vazhdoj, është e kënaqur shumë. Po kjo domethënë ky fakt me të vërtetë më ka ardhur shumë interesant edhe kjo fjala jote më ka ardhur momentin e duhur, domethënë më ka ardhur aty ku më ke thonë që Leonor janë edhe detektues. Edhe me të vërtet janë edhe detektues. Po, Leonore, dhe preventiva e këtine produkteve është ma e mira se shërimi. Nga absolut. Ma mirë herët kur edhe dikush thotë unë nuk jam e smut, nuk kam nevojë t'i përdori. Po preventiv se ti veçerun shëndetin tonë. Ja sikur kjo që kjo laboratoria që i ka marrë. Se kjo ka pas mrenda ka pas diçka edhe unë sa herë thëmë i trupi jonë është plot surpriza. Mos mendoni se nuk kam nevojë unë edhe nuk du t'i përdori. Kjo është mirë të përdoret, preventiva, se shumë mirë e tha edhe ti edhe unë gjithë një kom thonë edhe unë e kom dëgju për dikuja që këto janë detektor. Sidomos gelli. Gelli allos shkon aty ku i nevojitet trupi, ku ne nuk e dim, asnjë nuk dim se mbrenda në trup edhe mjeku, si mjeku do shpesh do t'ja tregojsh ti se çka të mundon, nuk e di se çka ki mbrenda pa t'i bo ato analizat, po ki shkon vet, ashtu shkon detektor, është gelli i allohes, posaçërisht kjo është shumë i mirë. Kush e konsum, unë e tham, kur thot dikush unë së një margjit, po veç gellin mere. Mere veç gellin dhe do t'a shoh se si do t'a ndish. Edhe kam fillimet e para, dhe disa njerëzi ka reagime. Edhe ato kur ka reagime, duhet t'jenë të kënaqur, jo të mërziten, se veç ka nis diçka i të punojë mrenda në trupin e njeriut. Patjetër, edhe të tregoj që domethënë momi presi që i përdori ato, se për ata që nuk e din, unë jetoj në Francë, mirë po çdo muj ja dërgoj një pako brenda vetëm në Kosovë, se është e mundur. Domethënë pa marrë parasysh cilin shtet je ti, pakot mundesh mi dërgu ti kush dush në gjitha këto 169 shtetet botës. Edhe unë çdo muj ja dërgoj, domethënë brenda vetëm ka një pako për shëndet. Te e din që unë të kum tregu që ka pas problemin me dhimbjen e gjunjve dhe plus të krahut që s'muj kemi lëviz, edhe mas e përdori për këtë Freedomin edhe Move, domethënë me të vërtet me një dozë, i boni shumë mirë edhe ju ndalë dhimbta. Për mos me ndalu, atëherë thash hajt tani vazhdojnë me argjin, veç po du me të thonë që domethënë atë shumë i ka i fuqi, se që është bosi me roshulla, jo që jetë, po brapa na bërë shpet. Unë kur e përdori Artixin, vetë ndje automatikisht ndje sikur unë jam, sikur është dikush të mi bo masazh muskullat, se rri në stop në kamp, edhe ndje ngërqe. Sa të vinë shpi, unë e marrë mbas bukës, i marrë 2 në mbrëmje, edhe ndjej me një herat lirimin e muskujve, sikur më lirohen, automatikisht më lirohen muskuj, sikur t'i bën dikush masazh. Artixia, sidomos për këta që janë me gjandër, është fenomenal. Po, Artixia është për po shife se secila terapi thuja se ka Artixi. Po është gelli është Artixia. Artixia është e domosdoshme se këtu në Artixi ne kemi edhe vetë fjala Artik. Artik është prej detit Artik. Ku edhe kjo e vetmja omega është që pihet edhe verës. Kur i thom dikuj që pihet edhe verës, thot nuk është e mundshme, po është prej detit, prej peshqve detit ngrin. Po, edhe ky fakt më kalon pa fjalë, domethënë është prej peshku tigër që qëndron në ujrat ftohtë.
Kjo është diçka shumë e mirë, që edhe shumë e rrallë, edhe normal është dosh me kushtu edhe ku me ditë so, në post asoj që e ka me të vërtet. Po në bas casis Leonor që i ka 120 koka, 120, nuk është edhe shtrenjtë. Se unë i shoh marrin 10 euro, po i ka 50 ose 60. Kjo i ka 120 koka dhe plus këtë efektin e kësaj omegës nuk mund ta ketë omega e farmacive që shesin në për farmacit standarte që janë. Po, se kjo e kish kombinimin shumë të veçantë. Kevser, unë kur kum hi e kum hulumtu, do me thënë kur u bashkova në këtë biznes me ty, ndaj normal që kum hi e kum hulumtu për produktet, kum dosh me ditë thellësisht shka kum hi edhe çfarë produkte po prezentaj, edhe ky fakt më kalon pa fjalë, do me thënë atë që kanë bo kombinimin e mirë të omegës, që është me këtë, do me thënë vojnë e peshkut tegër, plus me kalamari, plus me vitamin E, edhe një pjesë, dhe me thonë, ka një sasi të vogël vaj ulliri. Me të vërtetë më kalon pa fjalë, për ato dhe ka ashtu efekt. Vitamini E, për ato ipet edhe për sytë, se vitamini E është shumë i rëndësishëm të njerëzit që kanë problem me sytë. Edhe për trunin ka shumë efekt lun kjo omega, për ushimin e trunit. Po dhe mira që po mujnë me përdorë edhe fëmijët. Se truni tash frikë edhe unë e kom hulumtu se trunit ju nevojit të yndyrë. Por ato edhe në kohën e mahershme prindit e gjyshit e stërgjyshit ton nuk kanë vujt shumë prej smujeve ne që sot që i vuj njerëzimi se kanë hangi ndyrë shumë. E trunit shumë ju nevojit të ndyra. Kjo e ka aty ndyrën që i nevojitet, për ato edhe është e preferume për trunin. Faleminderit shumë Qevser për këto shpjegimet mrekullueshme që po na jep. Faleminderit edhe juve për përkrahjen, se me të vërtetë edhe unë e kam pak atë pjesën e Zoomit, e kam pak, po inshallah doja dal me kodë. Ti je mrekullueshme, kështu që shje pas një ndryshim je shumë e mrekullueshme. Faleminderit. Teuta, kishte disa pyetje? Kevsere, para se me lexu pyetje tjera, du më ndërlidh të pjesa detektimit, edhe du më tregu një përvojë personale. Ti e din që unë kom fillu me omegen, kom fillu me garlikin, edhe të kohën e fundit e fillova, muajin e kalun e fillova me argjin, sepse kisha disa ndryshime, më rekomandoi mjeku që ta përdori aspirinën. Edhe jo rastësisht, duke i ditë efektet anësore të aspirinës, edhe unë pata një farë që do të ndërlidhet edhe me pyetjen këtu që do të bëhet, pata irritim, do më thonë zorën e trash kur e përdora aspirinën, edhe thash, po pse të u e ditë që ki argjin atë, do më thonë që veç e prisha dhe sa ti vjen rada. Kur fillova unë e mi bo këtë kombinim, si e thot Leonora, ato e pi gillin aloe vera, si detektus si është, më lindi ideja se mu duk që duna me bo dhe dishka ma tepër dhe mu kujtu që ti ki thonë para se ta përdorim një terapi për me pas efekt shumë ma shumë, duhet me bo detoksifikimin e trupit. Edhe sot është dita e 7 me cenone jemja. Edhe unë në vend që mundi e lodhne, do më thonë normalisht që 2 ditë e para ken pak vështira për mu, në vend që mundi e lodhne, mu më fillova, sidomos kur e merr thermin, do më thonë, më konë wow, në top form, edhe me pas energji edhe as nuk e merr ke gjumi mas dite, do më thonë kështu, edhe fillun disa simptoma që e përmendi Leonora detektimin edhe vrejta dhe dishka të vetja jame. Shkova i bona egzaminimet,
e nevojshme, edhe fillova kurën me këtë pjesën diçka ka pjesa e mitrës. Kështu që unë në këto ditë jam tuni shumë ma mirë dhe falenderoj cënonëshin që detektoj atë pjesën tjetër, e falenderoj shumë Gellin Aloe Vera që e ka bua detektim. Edhe si që mësojmë na Empower që thot Mimi kur na dalin ato, kur i gjejmë programimet e vjetra ose duhet mu gëzu, edhe në këtë rast gëzohem se e gjetëm, do më thonë edhe kur e gjejmë një blokim të vetja, që që kemi mësu na Empower, edhe unë nuk gëzova që e gjeta, edhe normalisht tash mirëm me këtë pjesë. Tash është shumë e mrekullueshme kjo që më ka ndodhur dhe unë e kom marrë si bekim, sepse kombinimi më i mrekullueshëm që është që me pas një shëndet, mendje, trup dhe të shpirt përsosur është kombinimi i këtyre produkteve Forever me mësimet e Empower, që ta kem një mendje edhe një trup të shëndetshëm. Du me kalu të kjo pjesa nëse ki me shtu diçka, te iritimi, do më thonë dikush ka bu pytje për hemoroidet, ti fillon me mu edhe kalon të hemoroidet, çfarë produkte duhet mu përdor për hemoroide. Se unë ja gjitha zgjidhjen e hemoroidet, e nola aspirinin edhe e mora Nëmes, Gellin Aloe Vera. e sakt, ku e cekje ti për cënon, që në gjithë një si pikën e parë, gjithë një edhe e kom të regu edhe me një zoom, se unë edhe për shtatzanin, kur më kanë ngërku produkte për shtatzanin, se e din gjithë njerëzit se unë punoj me këtë kompani, edhe më njohin shumë njerëz edhe thonë që më gërkun një terapi për setin e shtatzanis që i themi ne, që i kemi si reklam të kombinume. Unë pikën e pare, kom thonë, mere një detox bone. Përderi sa ti ke arte unë, ti nuk jam unë e para që i gërkon të unë e dërman që i thomi një fjales, po ti ke marrë shumë medikamente mjekësore, e pa i bot detox ato, as më sunis me marrë terapinë e shtatzanis, se mandaj do ngelesh e zhgënjime dhe do të thosh se nuk qenë kanë, unë e them gjithë një fjales anti-reklam. Mere një herë, cënon që bonja një detox komplet trupit, edhe më ndaj merë atë kombinimin që duhet për shtatzani, për teroide, për hemoroide, pa marë parasysh për gjitha sende tjera. E për hemoroidin e kishim fjallën. Hemoroidet, prap Gelli. Gelli është ajo që është për se cilin send që unë e rekomandoj Gellin. Gelli është ajo që e pastron zorë, po edhe probiotiku. Probiotiku, artiksi, edhe në qofë se i ka hemoroidet e jashtme, është mirë edhe Gelli në kremën, zhjelli krema i thënë. Edhe ajo duhet, në qofë se i ka të jashtme. Në qofë se nuk i ka të jashtme, atëherës vetëm se këto 3 produkte do të ndihmojnë, edhe fibrat. Edhe fibrat është një fibrat një ndër që ma shumë edhe e rekomandojnë për pastrimin e zorëve. Se zorët kur nuk janë pastru me atë sa duhet, atëherë atë shfaqen ato problemet edhe dikush ka polipa, sende, kështu që probiotiku është ai që i pastron. Edhe fibrat. Kjera pytje? Pyetja tjetër është, do shta vitë dhe me shtu diçka, me qenë se jemi krejt këtu që paka shumë i njohim këto produkte. Unë gjatë përdojimit të cënonshet, do më thonë, e shoh toksinën gjatë nevojave fiziologjike, do më thonë se s'kemi lonë pa përdor diçka ose me ushqime edhe në dietë dhe aroma, aty e din që ti veç që ka pastrosh. Unë këto e kom vrejt, te vetja jame, edhe pyetja tjetër është, këpsi e veç ma mirë ato, a ke pas rast tekstila është ashtu? Pyetja tjetër është, kur është mirë me bu cënon?
do më thonë për pyet terapia? Kur është koha ideale ose momenti më i mirë? Programin e cënonqës, po. Po, Cënonqja se cili njeri, një herë në vit, mos ma shumë, një herë në vit duhet të pastruje. Gjithë një e kam thonë edhe e tham apet, se si cilë, si kur shpia që e pastrojmë një herë në vit, neve e dim se kur vjen pranvera, për gjithë dimi që kemi mbajt veç dritaret e mbyllura, sa kemi mund të ajrosim një mëngjes dhe gjithë ditën edhe gjithë natën kanë qenë mbyllura se bep kohës, edhe e dim se me nëzi se presim, ne si graf flas, me nëzi se presim të vje pranvera dhe t'ja bëjmë shpijës një general këtë ta pastrojmë mrenda për jashtë, edhe trupi, mos harrojmë, trupi posaçërisht mrenda. Shumë herë kam cek, ne trupin jashtë e lajmë, e pastrojmë, e knaqim, e mirëmbajmë shumë, po mrenda nuk kujdesemi. E cënonqja është për mrenda të kujdesemi. Kështu që cënonqën ja kisha preferu si cilit një herë në vit. Mund ta bësh edhe 2 herë edhe 3 herë, po një herë në vit bile ta konsumojmë si cili person për veten e vetë. Edhe mandej mos ja bëj gajlen disa sendeve tjera. Atëherë mund është konsumojsh ma pak produkte mund të konsumojsh në qoftë se e kemi veç preventiv. A në qoftë se na duhet kemi një smundje që duhet, atëherë duhet se cilën në kombinim 3 muj ta përdorem. Cënon që se cili person unë ja kisha rekomandu një herë në vit, si vitin e ardhshëm, se cilin vit. Ta ketë parasysh sikur e pastrojmë shtëpinë një herë në vit edhe trupin për mrenda. po mu më kanë pyet pse ki fillu cënonshën kur ti nuk ki pesh, do më thonë. S'ka lidhje të pesha. Unë përgjigja eme, do më thonë, me qenë se unë punoj në se cila smundje ose ka lidhje, e ka dietën e vetë. Do më thonë, se cila smundje e ka dietën e vetë edhe në ushqen që duhet mi marë. Mirë po, shumë njerëz nuk e kuptojnë që pastrimi bëhet për detoksifikim, mendojnë që, do më thonë, dietat janë veç për mu dobësu ose me u pëmpesh. Po, na duhet vedisim ky aspekt se detoksi është për mi pastru organizmin nga gjitha toksinat që na i marrim gjatë jetës, edhe na i preparat, sepse bornat janë helme me një mënyrë. E këto janë produkte natyrale me një formë, gjithmonë a ki po në farmaci, kur ki aty e ki gjarpnin, do më thonë, një formë dikun bën mirë, dikun helman. Mirë po, këto janë suplimente edhe kur e ka përmend Kefseri me një takim ose se mbaj mend se na kena bisedu gjatë. Edhe ka thonë kur e bën detoksifikimin e qelë rrugën e suplimentit apo bari tjetër që ti ja bën, do më thonë, Ja shtron ja është qelë rrugën që ai mi bo efektin për ato që është dediku. unë shumicën e rasteve që i di se si person që e di që ka pas smundje para prake dhe më tregon muaj se duhet ta marrë çiket unë automatikisht thom merre një herë cënonçe. Kisha lut merre cënonçen. Mandej do ta shohsh ti se me një herë efektin e produktit që do ta marrësh në vazhdim për atë lloj terapie që e ke, shembull, për atë lloj smundje. Kefsere ka pyet Arta, Po, shka me përdor për fryrjen e barkut, do më thonë që ka barkun e fryrë, edhe Kaltrina ka pyet a ndihmojnë, do më thonë, për humbjen e peshës, cënonsa. fryrjen e barkut është çaji, probiotiku edhe gelli. Unë çajin e konsumoj shumë. Çaji edhe një të mirë të ato që e kanë me pesh, mbi pesh, te çaji është shumë i mirë se çaji ta hjek oreksin, nuk je ajo që ke qenë më herët. Unë flas për veten time, unë çka të më qiqë në tavolinë mu që ta ha, tash jo. Tash çaji është ai
Ja tash të tregoj edhe çaj këtu e kam. Se unë kam shumë produkte, do të mora gjithë produktet. Edhe ky është çaji. Në paketimet e vogla, çaji është paketim të madh, po unë i hjeki prej paketimit të madh dhe i shtyjek në Herbal Tea. Kjo sa e ka efektin nuk është i shtrenjtë. Se ne është dikun të 1230 gati 20 euro i bie. E për në Kosovë, në Shqipëri nuk e di se sa është çmimi. Edhe fibrat janë për hyrjen e barkut. Fibrën ta përzish me gellin edhe probiotikët. A çajin ko pas kohë brenda ditës se me një kese çajit bëhet 1 litër e gjys. Po unë ja u preferoj gjithë klientave të mi 1 litër. Mbasi ta vlojmë ujin, e që të ketë kesen e çajit aty në ujin e vluar, dhe pas asaj, unë gjithë një ju thom, gjithë klienteve, jo në plastik, vetëm se në shishe qelqe. Pa tjetën shishe qelqe t'je. Se plastikën në gjithë e dim, edhe shumica e njerëzve prapë e përdorin, se plastika shlon ato mikrobet kancerogjene i shlon plastika pas përdorimit, se nuk janë hiç të preferume, posaçërisht te produktet e aloes, unë asnjëherë nuk i kisha preferu me plastik ta konsumojnë çajin. Se çaji brenda ditës duhet pit 1 litër. Tjera pyetje? Për humbje në pesh, pyeti Kaltrina, a është cënonta për humbje në pesh? Po mundesh humbje peshe. Mandej këtu te ne, nuk e di te ju, është tjetër send paketimi i cënonqes, se te ne t'jesin suplimentet Forever Term, Forever Garcinia, i ke për 1 muaj. Mbas asaja, 2 gella, te ne është 2 gella, Forever Term, Forever Garcinia, Forever Fiber, është, dhe E mbas në Kosovë është cënonta për 9 ditë, po, Garcinia Thermi, fibrat, edhe 2 gella aloe për 9 ditë. Edhe pastaj që dënë me u pesh, ti i blenë suplimentet i kin kutia, Garcinia veç, Thermi veç, po. edhe mund është mi marë për 1 muaj ditë, Për 1 muaj. bile të bojnë edhe ma shumë, do më thonë, Në edhe mas ne i vazhdojnë me 3 gella. Po, unë edhe në vend, unë e thom edhe dikush që nuk ka mundësi t'i bleje cënonçin deri në fund të muajit t'i pije 3 gella ose 4 gella, unë ja u preferoj ta marrin çaj. Po. Me ato suplimentet, Forever Term dhe Forever Garcinia, me çaj. Edhe Besiana shumë mirë cekin në grup, mbas dite termi jo, mbas 6 ora. Se da një ushtrim fizik. Se termi tep ashtu vetë jep energji. Po termi merret mëngjes edhe në drekë, mbrëmje nuk merret. Po, mbrëmje duhet sa të kemi kujdes se te disa njerëz që nuk kanë ditë ose nuk kanë janë kujdesa shumë, kanë pas disa njerëz tonë kanë pas tahikardi. Ama ajo nuk është asgjë, po vetëm se pak prej si frigës e kanë pas, po që edhe Besianat e grupit ceki shumë mirë se në brenda ditës mirë termi. Kur nuk është në programin e cënonçes, se te cënonçja e ki programin ashtu shkon fiks me program si kur shkru, dhe do që kështë dhe ti përmbahesh programit. Në qofë se vetë do mbas ti përdorish, veç termin, Garcinian, edhe unë shumicët ja u preferoj dhe kanë pas rezultate, dhe unë kam pas rezultat, vajza ime ka pas rezultat, termin, Garcinian edhe çajin e ka përdor. Edhe kemi pas rezultat shumë të mirë, sidomos te vajza ime. Ajo ishte në atë moshën më e re, kur ishte pak si me mbi peshë, po tash e ka fituar peshën e duhur, ideale sikur. Po ajo çajin asnjëherë nuk e le.
Kefse si duket sonte s'kena mi përfundu webinarin, se po vazhdojnë pyetjet, jo. Okej, shohim se edhe koha Për personat që pinë duhan, s'ka me përdor për pastrim ushqimive po të pysin. automatikisht absorbent C me gellin e verdh. Këto dyja janë ato që shumë ndihmojnë për mund edhe kalon, kemi pas klient që e kalon duhanin, burri i motrës, edhe motra është antare, edhe ajo kishte probleme me gjendrën tiroida, me s'di me çfarë kishte, me lukthin në fakt. Edhe filloi të marrë edhe i hupte fuqia. Ja dha motra, dhoni pa ta dhënë gellin e alloës, artiksin, vitaminin C, B12 për fuqi. Ja nisi, tha nuk mpihet duhani, çka është puna, tha unë nuk jam të pi duhan. Sikur kum pi ma herët, dhe tha, veç edhe që këtë do se lukthi i kaloj, tha, se mo nuk i marë se nuk du talo duhanin. A vitamini C është ajo që e detoksifikon mushknit, edhe ato që kanë problem me bronhit, me ndezjen, astmën, mushknit që kanë, e përdorin këtë absorbent C, me gellin e verdh. Të dy janë kombinim janë për qatë smuje që janë të varur për duhanit. E Utala kemi? Po, kemi pyetje ende, edhe sonte po dojnë me të shtryll krejt, po më me të konsumu. Do më thonë, mund të përdoret 2 herë 4 dhe të cënon që njëra pas tjetrës. Edhe Armendi ka pyet, 2 herë 4 kombinimet cënon janë kombinim shumë i mirë për detoks të trupit, pas këtyre përdoret F15, janë kombinime shumë të mira që janë folë në bazë të Forever, do më thonë që i kanë dëgju në për trajnime. A ki përvojnë me këtë kombinim, po të pytë Armendi? Po, Armend, unë personalisht e kom përdorë fillimet e para, sigur Armendi që i kanë dëgju, se Armendi ti që i kanë dëgju edhe në Zvicër ka pas ditën e suksesit edhe ka shkuj ka ndjek prezentimet. DX4 është 4 ditë, një kombinim 4 ditor. Ai është tepër i mirë edhe për ushqimin e trunit. DX4. Mbas asaj fillon me cënaqën. Ato që kujdesen për shëndetin, edhe që i vënë rëndësi ma shumë shëndetit se pares, i përdorin këto rresht si kur janë DX4, cënaqën, Vital 5, mandej vënë F15. Edhe Vital 5 që i ka disa kombinime shumë të mira, e ka argjin, e ka artiksin, probiotikun që unë non-stop e përdori, e ka gellat, dikush e ka dhe gellin mbaret për si pishijes, dikush e përdor gellin e verdh, dikush e përdor beri nektar, edhe argjash, te Vital 5. A F15 që nuk e kom përdor, nuk kom përvoj për këtë, edhe a du ta këto tjera ti kom që edhe unë e resht. Se dhune me një kohë kam qenë edhe mbi pesh, po edhe si kur isha e lodhur, e tash unë e peshen e kam, se nuk jam edhe shumë, po jam e lehtë. Nuk ndjej lodhje. Faleminderit këfsirët, kemi lodh pak. Merita Alia thot për lëkurën qëfsire më të rego që ka përdorë se e ki lëkurën e freskët, shumë bukur për duket. Merita, unë sikur e patë dhe vetë. Kollagenin. Produktit i kam, këtë produktit i kam këtu, ama kollagenin e kam preferumin kollagenin. Unë e kollagenin e përdori e pi, edhe plus se unë e pi në mbrëmje me omegen. Edhe atë pjesën që jetë aty mrenda në kollagen, atë në këtë boostin që jashtë, edhe e marrë i lyftyrën edhe e bëj si mask. Ajo më dimon shumë. Ajo më dimon shumë edhe regenerimin e
e qelizave, lëkura si i themi të uta, lëkura e vdekur, si thonë në medicinë ato që janë. Ka lidhje si i thonë, porët e vdekura. Po, porët e vdekur. Po. Oj të ut, mos ja bën gjitha pyetje, ta rezervojmë pak edhe për vete kur t'jemi në zumë tona, ta rujmë kefseren. Po e lash. Faleminderit atë. Po jo ka pyesin personat këtu, e këta si duket e kanë kuptu kur e kanë po qefsirin, dojnë këtë pytjet sonte mja po. Rulemi për sot një javë dhe pak. Pa marë parasysh edhe zume tjera, unë prap mund të bëj t'ju hap përgjigje, kur të personat, kur kemi zume edhe me këto të skuadrës tjetër që do të kemi se të dhe një javë zume. Lumja pyet me shka mi pi kollagenin. Kollageni pihet me ujë, unë për vetin tem me ujë të ftoft, po mundesh edhe me gjellin e aloes. Mvaret, po shumica e njerëzve e pinë me ujë. Dikush kam ndi disa persona e pinë edhe direkt, unë direkt nuk mundem. Jo se shije nuk e ka të keqe, shije e ka shumë të mirë, po unë se në shumicën e rasteve po më dëgju njerëzit se nuk pinë shumë ujë dhe për që ato ja ofroj klienteve me ujë. Se njëkohësisht pinë edhe kollagenin, po edhe ujë, ne shfrytëzon aty edhe ujë të pish. Po, kombinimi me ujë është ma i mirë, me gjithson e kom pi qashtu, se ma ka kojt. Edhe ma nde e kom për... Po shife edhe mjalta si mjalt, dim ne që edhe në Kuran shkruan edhe shumica e doktorëve dhe shumica njerëzve që e preferojnë, edhe mjalta pihet me ujë, se automatikisht shkon direkt e shkon në për trup, në për vena, në gjak dhe për tonë. Edhe kollageni ashtu njëjtë është si mjalta, se e ka atë formën si mjaltë është, edhe direkt mund ta pish. Atëherë, për fund, du me ta bu një pyetje, edhe e përfundojmë. Çka ju sugjeron këtyne personave sonte që janë në zonë, edhe e përfundojmë për sonte. Shifet e unë për vetën teme ju kisha sugjeru njërë si pika e parë, ta kenë parasysh me mbajtjen e shëndetit. Edhe pse kompania është një kompani që ta jep edhe lirin financiare, edhe unë gjithë një kom thonë, edhe manifestimet i kimë leta edhe më të mira kur i përdor produktet Forever. Shumë mirë ditë edhe sa herë kemi pas në bisedime se qeftëseri manifeston sendet atë shpejt. Unë gjithë një thosha punës, nuk kam jo me detoksifikume. Unë manifestimet i shof, i imaginoj sendet, nuk kam turbullira, më duke që në trunë, se unë e përdori shumë produkte, si kur e patë edhe vetë, pi krejt produkteve unë i kam në shpi që i përdori. A jashtë asaj që i kam përshitje, këto i kam krejt që i përdori vetë, edhe ju kisha lutë, si cilit person, posaçërisht, se nënçën. Mos e lini pa e konsumu të nënçën. Po si kur e të Armendin e kisha lutë edhe ajtë në jape një pasqyrë se kanë dëgjun që ofse është këtu. Po këtu jam që në preka telefonin për me folë që ashtë e qela mikrofonin. Përshëndetje, kefsere, shumë bukur i ki spjegu, i ki motivu dhe njerës për me ble, se kur njëri të regon si ka pas përvoja, atër tjetë që ma kalaj me bo hapin tjetë për mi shiju vetë të produkte. Edhe në kom pas fatin t'in kuadrohë me Forever për me Zeynepit, edhe tashti unë i kom ble disa paketa vetë, me thonë drejt i kom përdor krejt vetë. E kom përdor gjithë e kom përdor. Edhe këtë kollagenin e kom përdor, këtë kollagenin e kom pi, edhe veç ashtu e kom pi. Po dikur e kom bo edhe me ujë, se ka paqeta në karton të vogël me zdisa cupa kanar, edhe nuk ka pas dishka anësore. Dhe tashti, shumë njerëz tu kanë bën pyetje, kanë dëshirë me bë pyetje, a ndikojnë këto negativ në shëndetin tonë. Në shëndetin tonë nuk ndikojnë negativ, këto kanë vetëm anë pozitive.
por shtrohet pyetja se ç'është i përdorim. Unë i mora disa këshilla kur kesh si në Gjermani si në Zvicër, njerëz që i kanë përdor, edhe më thanë disa që janë nutriciste, thanë na mjekësia në Gjermani edhe në Zvicër i ka të kufizuar në bazë ligjit me sa mililitra guxon mi përdor. Po thanë nuk lejo ose nëse dikush e përdor alkoolin, aty nuk thot se alkooli duhet përdoret me një dozë të vogël. Alkooli përdoret në doza të mëdha. Derisa njerëzit e hupin vetdijen ty përdor alkoolin, ose ty përdor Coca-Colën, ose ty përdor çajin e ftohtë, isteja si thonë këtu në Zvicër. Do të thonë këto kanë sheqer edhe nuk kanë limit. Do të thonë mund të përdorin njerëz sa dojnë. Ndërsa kur vjen shtrohet pyetja për produkte që kanë efekte pozitive të trupin tonë na kufizohen, thonë të mi pi me masa të vogla. Por unë po jo kam vetëm një këshill, unë e kam përdorur në doza më të mëdha, kur farë efekte negative nuk ka pas, vetëm kanë pas efekte pozitive. Unë aloen e kam përdor, disa litra e kam pi edhe gjitha llojet, i kam përdor dhe omega 3, e kam përdor dhe argin. Rezultatin më të madh e kam pa te argi. Ditën e parë që e kam pi, e kam përdor më një herë kam pa forcën. Po. Argën e kam përdor në kombinim me kjo që ke për pastrimin ose bakteret për barkët, për trupe, çuropaten për pastrimin e florës. Po, këta kam përdor rregullisht kombinim me omegan, edhe me argin, edhe unë nuk kam marrë diçka negative, unë kam pasur vetëm diçka pozitive në trup. Edhe ju propozoj gjithë dhe mos kenë frikë, edhe nëse përdorin mos. Unë këta aloen e kam përdor 3 herë në ditë. Edhe vetë sa në pramë e kam pi në mëngjes pa përzime kur gjoheq, në fillim më ka dok shumë i pashije, po kur më mora një këshilla prapa po them në Gjermani, për një nutriciste më tha që ata njerëz që përdorin aloen për herë të parë, gjelin e aloes, ata thanë është shumë mirë. Arsyeja pse është shumë mirë ka shumë nuk ka shihet mirë se ti ki hala thartinën në trup, e ki luksin me thartinë. Edhe do më thonë mas një kohë shkurt ja atesh mo nuk edhe në mas një javë mo do kom pi sukur ujë. Ka qenë diçka shumë fantastike. Shumë e vërtet Armend kjo se në fillimet e para gjithë tonë së ne pije kemi pak me zamet. Unë kom pas një rast një klienti imi ishte i dobët, edhe tha kom alergji. Edhe me konsultën e mjekëve që i kishim në kompani, u konsultova, isha fillimet e para. U konsultova une dhe ja dhash terapinë e alergjisë. Filloi personi ta pije, edhe sikur ishte e premte, kishte fillu të premte unë ja dërgova të shtunën, dilën mëngjes më thirr personi se unë e marr numrin e telefonit klientit që t'jena në konsult derisa të filloje ta përdorje mirë edhe ta mos kete efekte anësore, mos kete frikë për produktin. Edhe unë në 7 ora se dhja e kom të regua e din vajzat e skuadrës këtë pjesë, edhe më thirë person, unë e shoh flamur që ka marrë emni personit aty, më thirë 7 mëngjes ditën e dilë. E shoh thamone, kjo është qka pas ka ndodhë këto. Edhe unë e marrë personin në telefon, thëtë falë, zdoj, thëtë pak është herët, po mëndi se pritat bëhet ora 7, se unë kam pas shumë të vjellura gjithë natën, tash thët kam, falë një shprej, thët kam edhe barkqitje, thët unë nuk mundem, nuk kam fuqi të rijas në kam, e tash unë duhet shkoj në mjek, edhe unë pa tjetër e kam mjeku t'i tregoj, pikam ka ardhë kjo mu. Kjo, si ta them, trupit që i pastrimi trupit. Po, pastrimi trupit. Pa nuk e din të pastrimin e trupit. Edhe unë thash, falë zotni, thash unë nuk e dhash se ishte prezent kur fola vetë me doktoreshën. Thash nuk e dhash vetëm ashtu në tentatimet, Të uta, dikush e keni mikrofonin hapër. Albina? Keni dikush telefonin hapër, ju lutem. Po, unë dalë Armend. Edhe unë i tham personit thash do të thirri për 10 minuta unë e flas me doktoreshën. Edhe doktoreshën do të kefser mos u bën me rak, këto produkte nuk kanë efekte anësore, ai sigurt tha ka problem, diçka mrenda si tregova është i dobët, ka alergji për secilit send, edhe e kish bë dhe intolerancën edhe senderen. Edhe merr doktoresha tha jepja telefonin tem, tha unë flas me personin.
Kur shkoj një orë, 2 mbas asaj kohë, edhe unë e thras doktoreshën. Thash, doktoresha, u morre vesh me personin, tha, mos ki der qefser. Tha, ai ka zorën neuroze. Zorët e ati, tash kanë fillu zgjerohen, Pastrohen, po. po të pastrohen, po edhe zgjerohen, se i ka pas Zgjerohen, po. neuroze, edhe i ka pas ngusht. Edhe tash ta ai nuk ja pranon organizmi. Edhe për ai ka pas, për atë ka pas diare edhe të vjedhura. Edhe kështu që personi filloi edhe ke i knaqet mbas tha se di sa lloj pemës ai s'kishte mund në jetën e vet t'i konsumoje. Me këto produkte, sidomos me gjellin e aloes, mande unë e pyeta doktoreshën, thash, po si ja dha, si ja rekomandove që tha ja këmdon me dozat vogla. Një luk me një gotë ujë. Një luk të aloes me një gotë ujë. Deri sa trupi, ku ke fjala jote, se ma ndërmende atë rastin. Se deri sa të njoftohet trupi jonë me këtë produkt, është pak problem. E mandej për atë dhe ju vjen, mandej mbastët, tash e pisi ujë, nuk e kam problem, nuk e ndijat shijen, është shumë i mirë. Është se dikush më duket shkruan se si të përdoret argji, unë po foli për vete, e kom pimi një gjys litre, një fishek ose një paqet vogël, se 30 copa janë. Kështu një, e kom qitë një gjys litre ujë, edhe e kom përdor, jo me njëherë, po mas dite, ne kom përdor ma shumë mas dite, mas dreke, dhe në prami e kom pi. Nase ka njëherë kom lonë për 2 ditë, po shumit në kohës e kom pi mrena 2 dite. Po, Armen, mrenda ditës se t'jep energji, t'jep fuqi, mrenda ditës është ma e mirë. Unë kur vinë misafir të unë, e thëm, a doni energji drink? Red Bull, a e doni një argë? Një argë. Unë e pi mas dite, se para dite s'kom nevoj, se para dite në i kom të frimaret, që i bëjvim bo frimaret, edhe tushën e ftoft, si e bëj tushën e ftoft, edhe mas dite e marë argjën edhe funksionon perfekt. Sportistat preferohet shumë, se të sportistat shumë është e preferohet. Po, është shumë të sportistat si e majnë energji shumë edhe e majnë energji në altë edhe njëhen me njëherë. Argji është shumë i mirë. Argji një kësha propozu të gjithve edhe ata kush kanë mundësi janë shmimet ma të nalta se nashta disa produkte tjera, po efekti është këtu ma i madhë edhe në bazë njerëzve që po raportojnë edhe po tregojnë për seminarët ndryshme për efektet pozitive që kanë pas, plus mas asajnë ki mundësin edhe më zhvillu, se kur e përdor të veti edhe shes rezultate që i ki atë ti me gjithë dëshirë, ki dëshirë, vetë dëshira jo të ki vullneti për mi të ndihmu tjerë që ta ndihmojnë, ta majnë shëndetin e tyre, ty të shtyne e përpara për me folë sa ma shumë. Njerëz mendojnë që e ka bën reklam, e ka bën për firmë ose e ka bën për interese personale. Këtu janë ato 2 rrugë. Rruga si i tregon njerëzve për me majtë shëndetin, edhe rruga tjetër sa më shumë që njerëz e shpërndajnë këto, ty tregoni një tjetër se çfarë efekte pozitive ka, atësh këtu janë 2 rrugë, si them na një punë, një rrugë 2 punë. Edhe mban veten, edhe një mund tjetër, po edhe të paguhet atë shimuni, jo për atij personi, po për vetë kompanisë. Se po mdoket je dal nga lidhja. Kefsiri pat një ndërpremje. Nashta internet ose rryma, me siguri janë rryma. Ka mundësi që ka pas, megjithse tash jemi te fundi. Kështu që Faleminderit shumë edhe për bashkëpunimin që ti e bën, edhe që je gjithmonë i gatshëm me bashkëpunu edhe me dhënë informacione për njerëzit. Edhe kishim përfundu tash, duke uru natën e mirë, edhe duke dëshiru që ta keni parasysh se shëndeti është mbi të gjitha, na jemi këtu mi u ndihmu. E falenderojmë Kefsirën që është gjithmonë e gatshme me na ndihmu, edhe me na mbështet, edhe me na dhënë informacionet e duhura, edhe që bashkëpunon me gjithë neve në mënyrë që ne ti përvetsojmë këto njohuri lidhje me këto produkte. Ju falenderoj shumë. Natën e mirë të gjithëve. Natën e mirë. Natën e mirë, më falni se më ra rjeti.
Po, Kefsera, mirë se erdhe, unë veç ju thash natën e mirë dhe të falenderoj shumë për gjithçka që bën për neve. Desha ti përshëndes, natën e mirë, faleminderit shumë që patët durim të më ndëgjoni. Natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë, Kefsera, natën e mirë. Faleminderit Armend, faleminderit për Me gjithë dëshirë, faleminderit për teje, natën e mirë. natën e mirë.